Banorët e Big Brother VIP Kosova kanë përjetuar së fundmi një nga momentet më interesante dhe të komentueshme të këtij edicioni, gjatë zhvillimit të sfidës së radhës për buxhetin javor. Kjo sfidë, e cila çdo javë vë në provë durimin, bashkëpunimin dhe gatishmërinë e banorëve për sakrifica personale, mbetet një nga elementet kyç që përcakton jetesën brenda shtëpisë më të famshme në vend. Si gjithmonë, vëllai i madh kishte përgatitur një provë jo të zakonshme, e cila kërkonte angazhim maksimal nga secili banor. Qëllimi ishte i qartë. Nëse sfida përmbushej me sukses, banorët do të fitonin buxhetin e plot për javën, duke siguruar ushqim dhe kushte më të mira jetese. Në të kundërt, dështimi do të sillte kufizime dhe vështirësi për të gjithë, duke rritur edhe më shumë tensionin në shtëpi. Për ta bërë sfidën edhe më sfiduese, secilit banor ju caktua një detyrë veçantë, individuale, e cila duhej përmbushur pa hezitim. Disa nga këto detyra kërkonin durim të madh, disa kërkonin përqendrim, ndërsa disa të tjera prekën drejt për drejt komoditetin dhe imazhin personal të banorëve. Pikërisht këto detyra personale ishin ato që sollën debat, emocione të forta dhe vendime të vështira. Një nga detyrat që mori vëmendjen kryesore të publikut dhe të vetë banorëve ishte ajo e caktuar për Labino Tregjën. Atij u kërkua të ruante një pjesë të trupit, me disa alternativa në dispozicion, përfshirë vetullat, flokët apo zona të tjera. Një kërkesë e tillë nuk ishte as pak e lehtë, pasi përfshinte ndryshimin e pamjes fizike, diçka që për shumë banor përbën një ndjeshmëri të madhe, sidomos në një format televiziv ku çdo detaj është vazhdimisht në vëzhgimin e kamerave. Në momentin kur detyra ju komunikua, u vure qartë hezitimi i Labinotit. Ai u pa duke reflektuar për disa çaste, ndërsa banorët e tjerë shikonin me kuriozitet dhe tension, të vetëdijshëm se vendimi i tij do të ndikonte drejt për drejt në fatin e sfidës. Disa inkurajuan ta realizonte detyrën, ndërsa të tjerë shprehën habi dhe mosbesim se ai do ta çonte deri në fund. Pas një vendimi të shpejtë, por të guximshëm, Labinoti tregoi se ishte i gatshëm të sakrifikonte për grupin. Ai vendosi të ruante njërën vetull, një veprim që u konsiderua ekstrem, por edhe shumë domethënës. Në çastin kur ai realizoi detyrën, atmosfera në shtëpi ndryshoi menjëherë. Reagimet ishin të menjëhershme. Disa banorë shpërthyen në të qeshura, të tjerë mbetën të habitur, ndërsa pati edhe nga ata që e përgëzuan hapur për guximin dhe vendosmërinë që tregoi. Ky moment u shndërrua shpejt në një nga skenat më argëtuese dhe më të komentueshme të ditës, duke thyer monotoninë dhe duke sjellë një energji të re në shtëpi. Por ndikimi i këtij veprimi nuk mbeti vetëm brenda mureve të shtëpisë. Menjëherë pas transmetimit të pamjeve, rrjetet sociale u mbushën me komente, reagime dhe meme, ku publiku shprehu mendime të ndryshme mbi vendimin e Labinotit. Një pjesë e shikuesve vlerësuan veprimin e tij si një akt të pastër sakrifice dhe solidariteti me grupin, ndërsa të tjerë e panë si një moment humoristik që i shtoi më shumë shije spektakli. Ky episod dëshmoi edhe një herë se sfidat e buxhetit në Big Brother VIP Kosova nuk janë thjesht prova fizike, por teste karakteri që nxjerrin në pa personalitetin, guximin dhe prioritetet e secilit banor. Labino Tregja, me veprimin e tij, tregoi se është i gatshëm të vendosë interesin e përbashkët mbi komoditetin personal, duke fituar respektin e një pjese të madhe të publikut dhe të bashkëbanorëve. Padyshim, ky moment do të mbahet mend gjatë si një nga ngjarjet më të veçanta të këtij edicioni, duke e bërë sfidën e buxhetit të kësaj jave edhe më të paharrueshme. Ndërkohë, mbetet për tu parë se si do të ndikojë ky veprim në dinamikat e ardhshme të shtëpisë, marrëdhëniet mes banorëve dhe perceptimin e publikut ndaj Labinotit në vazhdim të lojës. Në një format ku çdo veprim ka peshë dhe çdo vendim mund të ndryshojë rrjedhën e lojës, momentet si ky konfirmojnë pse Big Brother VIP Kosova vazhdon të mbahet mbërthyer pas ekranit mira shikues çdo ditë. Nëse dëshiron, mund ta zgjerojë edhe më tej me analizë psikologjike, reagime të publikut ose pasojat në lojë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.